dhe drejtësisë së re, përsa i përket hetimeve të... Po pse nuk e ngritët diarisë o një pyetje? Po pse se ngritët të çështje ju kur pezulloi Spaku Sali Berishën, deputet? Nuk e pezulloj Mërfezi. I pezulloj mori pasaportën e mori. Po e mendoj, jo më jo e kërkoj. E izoloj. Po e izoloj, po e kërkoj. Pra, e dyta çfarë duhet bëj Edi Rama si kryeministër? Edi Rama si kryeministër, padyshim do duhet të garantoj atë detyrë të cilën e ka marrë funksionare, funksionimin e shtetit. Dhe me atë që ka bërë kërkesën për prokurorinë, për gjykimin e ministri nuk funksionon në shteti. Po normal, po kështu është pra, kjo është krijohet një precedent i cili duhet goditur qëllim, se sa po e thanë kolegët, nesër mund të pezullojë një ministër. Dhe çfarë duhet bëjë Edi Rama si i zgjedhur i shqiptarëve, se ka marrë votën e shqiptarëve për qeverisë. Po vota nuk është për gjithmonë. Ka marrë, jo nuk është. Vota ka dhe llogarizonje. Ta jap votën një moment, ta heq një moment tjetër. Kur edhe çojmë me referendum, vota nuk do të thotë ministra pra mendoj unë. Munges llogaria. Me ja do jam ta pyes Edi Rama vetë se keni edhe komunikim. Ju personalisht, shu e pyesni vetë, ju e përgjigjet. Unë po them si e mendoj unë. Pse kjo është më thjesht, po çojmë referendum të regjimit shqiptarët. Duan pezullohet apo jo, ministri? Po them unë, si kryetari i Partisë Socialiste do vazhdoj mbështetjen për Spakun, si kryeministri i vendit do garantoj që shteti të funksionojë dhe shteti mos jetë dhe ajo e drejtë që e kanë dhënë kushtetuta, ligji, vota, funksionojë, dhe ajo si përfaqësuesi i zgjedhurve të qytetarëve shqiptar, është që dhe të mbrojë këtë mënyrë funksionimit të shtetit, me të mirat, me të këqijat e tij, nga çdo lloj ndikimi. Mendo sikur pra Zoti Rama është mbrojtësi i popullit, i institucioneve, mbrojtësi i kushtetutës, mbrojtësi i ligjeve. Pra Zoti Rama është duke na mbrojtur ne. Unë po them, kryetari i partisë, kryeministri i zgjedhur i shqiptarëve, që është Edi Rama me votën e shqiptarëve nga 2013, për mendimin tim po bën këto tre gjëra, të cilat besoj janë gjëja e drejtë. Mendoj unë, po mendojnë edhe shumica e shqiptarëve. Po ngre muri imuniteti. Shqiptarët ka nevojë të mbrohen nga korrupsioni, është nevojë e shqiptarëve. Nuk është të sigurojnë ministrat. Keni shumë të drejtë. Dhe kjo që po ndodh me drejtsinë e re është produkt i forcës sonë politike. Kjo që po ndodh me organet e drejtësisë së re. Që e ministri e ton çdo funksionar. Ai nuk pushon janë në çështje penale, shumë teorike. Ka ndodhur vetëm nga vullneti këtij kryeministri, këtij kryetari partie, këtij zgjedhuri nga votat. Marroje kur të marrë. Mirë, nëse fal, kam një pyetje, vetëm se kam një pyetje. Po fillon blendi tjetër. Nëse në një ministër, larg qoftë dhe një 2-3 deputet, dalin të ato filmimet e Ergyes Agasit atje, duke biseduar dhe për doktrina, duhet të shikojnë doktrinën. Si do të mbrojtje ata, do thuash që këta kanë imunitet, se imunitetin e kanë të flasin në parlament, jo ke zyra tjetër. Sa po e thash, e para gjë larg qoftë se nuk e dim kush janë. E para gjë që thash, është që ne në asnjë rast nuk do pengojmë organet e drejtësisë së re për të gjykuar çdo çështje, të çfarë do lloj karakteri ato qoftë. Ministri, çfarë pune kanë një zyrë private? Në rastin konkret nuk jemi në këto diskutime për pezullimin në një kundërvënie të veprimeve hetimore. Ky rast të tjera atletike thotë, vetëm ky rast mos hiqet. Po unë po them për pezullimin më Fevzi. Pezullimi i një antarit kabinetit. Po mirë, pezullimi në rregull, pezullimi, okay. Po dakor, bini dakord me pezullimin. Po mirë, pezullimi. Hajde emisionin kanë emisionin 2. E ka vendos gjykata pezullimin. E ka vendos gjykata pezullimin. Jo, diskutojmë. E ka vendos gjykata. Do të jamini, më fal. Po e pyeten Hoxha, të gjithë aftësinë e nevojshme që ta interpretoni. Ju më nuk interpretojnë e kërkesës. Nuk e di. Kërkesa u rrëzua jo se gjykata vendosi se nuk ka rëndësi. Po nuk arritet merrte një vendim. Nuk ka rëndësi. Heqjen e masës pezullimit, ra masa e pezullimit, sepse ishe pezullim për pezullim. Dhe këto janë gjitha çuditëra shqiptare, nuk ndodhin asnjë vend në botë. Nuk ndodhin asnjë vend në botë. Unë e kuptoj më dhe kam po ta kthesh. Pse nuk po jepet imuniteti zonës Balluku? Pse është shtyr, domethënë thjesht është ignoruar dhe do të ignorohet. Pse? Po, sepse e gjithë rrjedha logjike ose rrjedha historike ose rrjedha e kronikës gjës ka ndodhur kështu. Spaku heton, për këtë s'kemi asnjë pengesë, Spaku ka qëndrimet e tij dhe për këtë s'kemi asnjë gjykim, asnjë koment. Spaku vjen kërkon pezullimin e zonës kryeministres. Vetëm imunitetin. Po ja them për një sekondë. Lëre. Po kërkon. Dakor, po aty do dalë. Po prit se kam një pyetje. Ku kishit interes. Pra, Spaku kërkon pezullimin e një antarit kabinetit qeveritar. Dhe ne për këtë patëm një kundërshtim në gjykatën kushtetuese, e cila
bëri pezullimin e pezullimit. Dhe përsa kohë që u bë pezullimi nga pezullimi i pezullimit, Spaku erdhi me qëndrimin e dytë, me kërkesën e dytë. Tani, ne jep një imunitetin me që se u pezulua. Në rastin konkret jemi në rrëzimin e pezullimit të pezullimit. Pra, ministri nuk mund të shkoj në detyrë. Pra, dhe për ato arsye që Spaku kërkoj imunitetit, pra për arsye që kishin të bënin me ato që thot Neritani, që të shkonte në zyrë, të takonte njerëz, ti intimidonte, ti pengonte, nuk është e mundur, sepse pezullimi ka hyrë tashmë në fuqi. Pra këto janë arsye një pyetje, se ti ke koherencë, nuk ndronë qëndrimet. Asnjëherë. Ashtu dhe, tani, pse në rastin Balluku nuk hiqet imuniteti, megjithëse ka ardhur një mal me prova, dhe në rastin Ahmetaj, që bëj fjalë për 2 dhoma hoteli, edhe ca gjëra tjera shumë më minore në raport me masën e vlerës që pretendon Spaku, se deri tani janë të pafajshëm të dy, ju hoq imuniteti për 24 orë. Fevzi, e kam thënë këtu dhe koherent kam qenë në gjitha qëndrimet e tuaja. Ne nuk kemi asë një koment për rastet konkrete. Për asë një rast konkret. Vetëm për doktrinën. Këta janë vetëm për doktrinën. Po i pyte për kushtetutën, alasi. Pra në asë një rast, ne si institucion i Partisë Socialiste, nuk bëjmë komente për rastet konkrete, nuk pengojmë organet e drejtësisë re të bëjnë hetim 360 gradë në 365 ditë të vitit, për të gjithë, for all, për të gjithë. Po kur erdhi ke ju pra po ndrojnë ligjin. Po jo mërë se tani, po du po ndrojnë ligjin për këtë rast, tani juve mund të angatroni. Pra keni besim ju ke drejtësia. Po pra, po ta them. Po atëre kur keni besim ju të shtroj funksion në saj. Ligji duhet ndryshuar edhe si mbas asaj, dhe si mbas, unë nuk kam thënë asë gjë për gjykata kushtetuese, nuk jam në jurist, nuk i kuptoj mirë ato, por fakt është që gjykata kushtetuese, organi më i lartë i drejtësisë shqiptare, nuk arritet merrte një vendim të fundit, për të thënë që a është e drejtë pezullimi apo s'është. Pra, ne do duhet që të ndërhyjmë në ligj, jo në kushtetut, por në ligj i cili sqaron se kush janë titullarët e institucioneve që mund të pezullohen. Dhe kjo është ndërhyrje e cilën nuk është as e thjeshtë, nuk është po mirë më mund padyshim po jo më jo nuk flasim për drejtësinë me vepru me këto rregulla loje. Po janë ndrojnë rregullat e lojës rrugës janë ndrojnë. Po dakord, pra, gjykata kushtetuese, organi më i lartë dhe më i lartë i të mundshme, nuk arrin dot të japë një përgjigje përfundimtare. Kush janë dhe mundet pezullohet një ministër. Kjo mbase ka nevojë të sqarohet nëpërmjet legislacionit përkatës. Këtu ka një situatë që mbas ditja e sotme e para një riktheu Partinë Socialiste nëpër studio televizive dhe kjo është një gjë e mirë, shumë e mirë. E dyta, jo, për ty jo fare. Flas në parim, unë deri dje kam gjithë këto vite, e para njërë, dhe e dyta, mënyra se si Partia Socialiste po mbron në çdo studio këtë vendim të gjykatës kushtetuese, në fakt mua më solli në mendje titullin e një komedie shumë zhurmë për asgjë, po këtu është shumë zhurmë vetëm për një gjë. Për faktin që Partia Socialiste po përpiqet me shumë zhurmë të mos lejoj drejtësin të veproj ashtu si çdo drejtësia të veproj. Mirë, pse po e mbron sonte se në fundjavë sulmoi. Si dy pushtetet të pavarura. Pra, tensioni mes qeverisë dhe drejtësisë së re është në kulmin e tij. Rama propozon disa ndryshime që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm për të parë, sepse Rama ka shumicën e cilësuar në parlament dhe ne nuk e dim se çfarë mund të kalojë dhe çfarë mund të shtohet në atë ligjin e famshëm 242 për sa i përket se cilët nuk përfshihen për heqje të imunitetit dhe mbrohen nga imuniteti, pra mund të ketë një cilësim i cili nesër na vendos përpara një fakti tjetër. Ndaj besoj që e gjithë kjo retorik, ku njerëzit nuk po kuptojnë, pyetjet që na vijnë janë naive, do është pezulluar, s'është pezulluar, imuniteti u hoq, s'u hoq, se dhe kjo fjala imunitet për çështjen e pezullimit i ka bërë njerëzit lëmsh, dhe nuk kuptohet më asgjë. Një gjë është e saktë që gjithë retorika e politikës shqiptare, jo vetëm Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, që të gjithë politikanët nuk kanë imunitet, janë njësoj si populli i thjeshtë, të gjithë janë përpara drejtësisë së re. Sot ka rënë vetëm me këtë zhurmë ku bëhet shumë fjalë, po prodhohen shumë fjalë, por po thuhet shumë pak. Po flitet shumë pak. Ka dhe një problem tjetër. Fjalë shumë, por shumë pak ide. Ka 10 vjet që gjithë retorika e Partisë Socialiste ka qenë me idenë që Spaku është arritja jonë më e madhe.
Dhe vazhdon të jetë sot. Dhe sot ti kërton një retorik që ta bësh Spakun përgjegjës për të kalim kompetencave tjerë. Po kur i ke ushqyer 10 vjet njerëzit me këtë, nuk i kthen dot klosit e tjetër. Jo, po mirë më... Se ti e di dhe mirë propagandën.